Gjykata e posaçme la në qeli Florent Çapjan, ajo ekstradua më 2 maj nga Dubai drejt Tiranës. Çapja u la në masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale, sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje, kryer në bashkëpunim në dëm të Sokol, Kangxhakrit. Përpara tokëve të zeza, Çapja, i cili ishte në arrati prej 7 vitesh, mohoi të kishte lidhje me ngjarjen ku bë tentativa për të vrarë Sokolin, duke i kërkuar prokurisë të gjejë prova për të vërtetuar akuzën e ngritur ndaj tij. Mbrojtësi ligjori Çapja paraqiti në sekretarinë një proces verbal të një seance të procesit Columbia Art, ku ka dëshmuar bashkëpunëtori i drejtësisë Nureddin Tumani. Proces verbali përmban disa pasazhe në të cilat është përmendur Florent Çapja nga bashkëpunëtori i drejtësisë. Përveç ekspozimit të tij në dosjen Columbia Art, Florent Çapja është dënuar me burg për jetë me vendim të formës së prerë për vrasjen e Gindianit dhe Nezir Beqirit, ngjarje e shënuar në vitin 2012 në Elbasan. Çapja ka pretenduar se dosja e tij është lënë pas një veprimi hetimor dhe është dënuar vetëm me dëshminë Erviz Bardhit.